Një ngjarje e rëndë ka ndodhur gjatë ditës së djeshme në qytetin e Kërçovës, pasi një person me sjellje të dhunshme ka kryer disa sulme të njëpasnjëshme ndaj qytetarëve, nxënësve, punonjësve të arsimit dhe ndaj zyrtarëve policor. Rasti ka ngritur shqetësim të madh te prindrit dhe institucionet arsimore për sigurinë në objektet shkollore. Në njoftimin e plot nga sektori për punë të brendshme Ohër për këtë rast thuhet: Më 16 prill rreth orës 11:45 në rrugën Krume Urginovski në Kërçovë, policia arrestoi EZ 28 vjeç banori i Kërçovës, i dyshuar për disa sulme të njëpasnjëshme në qytet. Sipas njoftimit të policisë, EZ fillimisht ndaloi një taksi në rrugën 29 Nëntori, ku kërcënoi shoferin me një mjet të mprehtë. Më pas ai ka hyrë në dy shkolla të mesme të qytetit, ku e sjell në mënyrë agresive, duke sulmuar fizikisht disa nxënës dhe punonjës të shkollës. Incidentet kanë vazhduar edhe në zonën e Shetitores pranë lumit të thatë, ku EZ ka sulmuar fizikisht një kalimtar të rastësishëm. Ai gjithashtu ka sulmuar një punonjë sigurie në qendrën mjekësore të Kërçovës, duke i shkaktuar lëndime me mjetin e mprehtë. Pas arrestimit, EZ ka sulmuar edhe një zyrtar policor brenda ambienteve të stacionit policor të Kërçovës, njofton Stefan Dimovski nga sektori për punë të brendshme Ohër. Nga kushtojnë se pas dokumentimit të plotë të rastit, ndaj të dyshuarit do të ngritet kallëzim përkatës penal. Në lidhje me ngjarjen, gjatë ditës së sotme Këshilli i Arsimtarëve dhe i prindërve pranë shkollës së mesme komunale Drita do të mbajnë takim me drejtorin e shkollës për të diskutuar mbi rastin dhe për të hartuar kërkesat e tyre drejtuar komunës së Kërçovës për rritjen e sigurisë në shkolla. Për çka televizioni Uskana gjatë ditëve në vijim do t'ju informoj.